Ka dashurën e Klodianit që ka pas tek Too Hot to Handle, një marrëdhënie 1 vjeçare me të, një vajzë shumë e bukur influencere në Itali, e ka kuptuar që Klodi është futur në Big Brother dhe ka kërkuar një përkthyes shumë të mirë nga gjuha shqipe në italiane që ka pasion me ndjek këtë reality show dhe me përkthy çdo lëvizje dhe çdo veprim që është bë Klodi. A nuk kupton që kanë pasur kanë lënë diçka të hapur Andi? U konfuzova tani me këtë informacion. Po, unë e pash gjatë ditës së Cilën shoqi e këtë që është e dashur, të lutem ma shpjego. Unë me Blerinë kur s'kam pash, me Agnesin nuk kam bën emision një herë çdo. Vetë jam shumë afërt me Krit Shushku. Hami çtuni jo, hami çkemi, hami ande çke. Është një diferencë nëse këtë veprim e bojnë kur janë vetë. Le të puthën tash. Është një diferencë kur këtë veprim e bojnë kur janë vetë. Vetë nuk mundesh më po çka është afërt këta të dy, duke afruar te fytyra. E kur janë në rresin e banorëve, afrohen te fytyra e provokojnë njëri tjetrin për me i provoku banorët. Pajtoj, këto krit kjo është elefanti në dhomë, këtë po e di. Klodiani po e shfrytëzon në dinë. Për ndryshe, e kemi Andin që do me reagu, pastaj kalojmë edhe tek Bleuna se s'lam. Unë, shiko, ka një lloj tensioni mes çunave, por jo detyrimisht ne duhet ta ludojmë që automatikisht ajo do të përkthehet në çift. Ka një lloj tensioni dhe mua m'pëlqen. Unë pëlqen. Me të drejtën se është shumë fani. Po. Shumë e vërtet është kjo. Por, unë kam me fakti që ne shkojmë automatikisht duke i bërë çift. Dhe duke i çuar automatikisht duke i bërë çift, në fillim të gjykojmë si çift potencial. Po. Që është paksa e padrejtë. Sepse të dy kanë hyrë në një lojë individuale dhe të dy kanë interesin e tyre individual. Përndryshe, nëse ata deklarohen çift, it's totally fine për mua dhe është një nga gjërat më të mira që mund të ndodhë ndonjëherë në Big Brother, se i mëson tek kësaj shoqërisë tonë, që është shumë normale që kjo gjëra të ndodhi. Pa marr parasysh që po komentohet në rrjet Bleuna, edhe i kanë shpallur çift, edhe pse ata sigurisht që nuk janë të vetë shpallur çift aty brenda, prap lëndrimi është i preferuari. Po, shojmë lëndrimi është i preferuari, po kur i shojmë... Pra nuk është gjykua afërsia e tij, sepse ne e dim që jemi popull para gjykues. As brenda shtëpisë patjetër që ani pse banorët e tjerë edhe i ngucën është... Po më tepër po flas për publikun, po flas për publikun që është gjallësi të preferuar. Po i kemi pa, në qofse veç hyn në TikTok ose në një rrjet tjetër social, të veç kemi pa të dyshën, po kemi pa non-stop në For You page. Domethënë nuk është që nuk ju pëlqen publikut, as kjo afërsia dhe nuk është që nuk ju pëlqen, ndoshta edhe në qoftë se veç ishin bot çift, unë mendoj që kanë qenë ndoshta çifti i parë, i pranueshëm për publikun, edhe ashtu që kanë me i desht shumë publiku. Po prapse unë nuk po mundem me i pas si çift, po mdokën vetë si dy shokë të ngushtë, po që janë matri. Po në çast si çift brenda vlon? Tash veç pse janë si çift. Ka në sheh ti, sytë tu, kush do këtë çift? Edhe qa kanë bu që ato dy ma shumë se sa këta dy, a ma shpikon tutën. Gabi me shkurtën. Shtatër me zveta, mos dalim ta ma shkurtën, ma se shkurta po më shgënjen zemrën po ma thonë. Gabi dhe shkurta, mbram janë komentu, edhe kanë pas aludime dhe banorët brenda, madje, edhe vetë opinionistët, që ata janë futur me një loj, pra ata të dy, janë aty brenda duke i hedhur kunja njëri tjetrit për ta mbajtur njëri tjetrin aktiv. Unë shkurta më ka pëlqyer më shumë fillim, vëlla, që një dy... A kalon hapësirë shkurta me ato zemrat, po më qënë zemra, s'po më qënë zemra, me nuk kuptu që këta kanë pas një... Që shpithot shkurta, flirtet? Filtrua, që shke filtru. Kanë filtru jashtë? Ka mundësi, ka shumë mundësi që kanë bu plan. Sepse për të dy të shfolë kështu gëgja më tje dhe Lavinoti, për mene e Dina Kret që ka pasë protestën e ka dash shumë hy branda, që ka mundësi që kanë gjetë në farë gjuhët për bashkët. Ama shkurta, menoj që... Po, jashtë të pisë. Mendoj që shkurta veç është friksu momentin që është fut brenda lojë. Para kapsulës, shkurta më ka do shumë a vendosë në vete, po duke që një dy projme për halakatet pak ma shumë sa që duke. Se mos pja me ratë anën tradicionale, ata ndjekësit që kanë marë malje. A mas më përgjigjën pyetje, kush për do këtë qeft? Më falë, kush për do këtë qeft? Se për do me bu një rrjedh logike, kush për do këtë qeft? Ashe, e kemi pa Edin edhe Dolçën këto mas të komentojmë, andej më do këtë pak shumë edhe më do këtë edhe kushtrimi me Sasën deri një farpika. E qka kanë bu kushtrimi me Sasën? Ma shumë
që për ta mushin synin, që mundën me konë qeft, edhe jo ka dy që janë gjo bashkë, kanë flejt bashkë, kanë folë bashkë. E ka shprej me një farformet që ka pëlqim ndaj kushtrimit. Po lëndrimi... A keni pa kur i bujnë ushtrimet bashkë, bike bravo, qa shtë thike, më knaqe, ma knaqe zemrën, ja hëmë shaqë fluturën që ka tatu kushit, thot me ja hëmë shaqë fluturën, djallin djallë ku për rrit një mërë jo. A keni jetu një qaqë shëshni dostave, sa që dosit, ja bën para ketë njerëzve, para mira njerëzve, të hapë fluturën, mos bële e gara, ala ile. Unë është e bukur, unë s'po dhëmë që është e keqë, mos më keqë kuptoni.